Nëna e vajzës 13 vjeçare që është përdhunuar nga njerku i saj Elidon Xhaferi dha një intervistë ekskluzive për emisionin Shqipëria Live në Top Channel. Elentina Xhaferi tha se bashkëshorti i saj e ka kërcënuar vajzën se do ta vriste, do ta therte atë dhe do ta largonte nga i vëllai nëse tregonte. Po ju më mati ike në punë tha, dhe ai më mirë të ikte vëllai për të lozur, edhe më thoshte hajde këtej. Marsh më mirë të prej krausa mbytë deri me çelës, se kam 2 hyrje. Jam të mbytë deri me çelës, dhe më thoshte shtriu, hesh, tani më kujtohet më kthej mendja që lava djalin, edhe do laje goca. Ata se laju gocën, më tha mua. Mi laj, thash unë. Mirë, se shkoja të keqe në mendje asnjëherë në jetën time. Isha nën, pash një diçka në trup të gocës dhe i kam thënë, Elidon, duke se unë shikoj diçka të dyshim te goca. Mase është diçka e rëndë, por mund ta shpjegoj një në ginekolog, mos pjesë mishi i huaj. Ça thua më tha mua, ke ngam di kokës ta. E lash me kaj se unë s'di më tej. I thash Elidon ti ke shkuar me gocën. Më tha mua po thash e vërtet. Në moment që thash e vërtet, mua nuk e di, u preva e tëra. Sa ko ka Elidon? Ka grua kotha që ka shkuar me gocën, po. E shkatruar e dërmuarja. Shkatruar me motor në telefon. Dhe më thot që nuk e kuptoj asnjë gjë që ai ka pranuar vajzën 2 vjetërisht. Çfarë po thuaj thash, ishte diçka shumë. Unë vdekjen e prisja nga një person, po këtë gjë në botë jetëve, nuk e kam besuar. Mi mirë tha se do vim ne atje, se po vin njerëz prapë, do vim ne atje sa do flasim nga afër. Në moment më ka ardhur motra me gocën, çfarë janë këto? I thash, çfarë po thua? Çfarë po shpipi thoshja gocës? Më duket një gjë pa besueshme. Ma tha, unë e dija tha që ti besoj në maksimum atij për çdo gjë. Më tha mua, më ka kërtuar, më ka thënë po i the mamit, unë do të vras, unë do të therr mamin, unë do të heq nga vllai. Elentina tregoi më pas për balljen me burrin dhe se si ai ishte shprehur se do të largohej dhe se nuk do të ndodhte më. Avokati Edmond Petraj sqaroi se për këtë ngjarje personi në fjalë mund të mbetet pas hekurave për një kohë mjaft të gjatë, duke parë të gjithë procedurën 15 deri në 20 vjet i ka burg nëse e gjitha faktohet, tha avokati. Juristi u shpreh se i bën shumë përshtypje që nëna nuk ka vënë re asnjë refleks të së bijës. Ky rast nuk do të merret vetëm në aspektin që ka denoncuar vajza, por edhe nga ana e familjarëve, e ka pranuar apo nuk e ka pranuar ai. Problemi është se prokuroria do të hetojë, tha avokati.